Një natë luksi shndërrohet në një makt para elitës së mbledhur. Një e moshuar fshikullohet nga nusja e saj në mes të një salloni të mbushur plot në vështrime të ngrira. I biri, një miliarder deri atëherë i patundur, thyen heshtjen kur sheh të ëmën të rrëzuar. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Vazhdojmë. Salloni i Hotel Rogner shkëlqente si kur më parë atë natë shtatori. Dritat e lambadarëve të kristalt pasqyroheshin të fustanet e mbrëmjes, bishuteritë e shtrenjta dhe buzëqeshjet e kalkuluara të atyre që e dinin saktësisht ku ishin dhe me kë po bisedonin. Puhi e lehtë hynte nga dritaret e hapura, duke sjellë një lehtësim diskret nga vapa e asaj të enjteje në Tiranë. Aty, mes biznesmenësh, politikanësh dhe figurave të shoqërisë së lartë tiranase, po mbahej një tjetër event bamirësie i fondacionit Gashi, i drejtuar nga Arjan Gashi, një nga njerëzit më të pasur dhe me ndikim në qytet. Arjani ishte 45 vjeç, me flokë të thinjur në tëmtha dhe një buzëqeshje që zbukuronte kopertinat e revistave të biznesit. Perandoria e tij kishte nisur nga zeroja, ose të paktën kështu i pëlqente të përsëriste në intervista. E vërteta, që pak kush e dinte, ishte se gjithçka kishte filluar me një bujtim të vogël në lagjen e Laprakës, e menaxhuar nga ema, zonja Drita. Një grua me origjinë të thjeshtë që punoi gjithë jetën për t'i dhënë djalit të saj të vetëm arsimin që ajo kur nuk e pati. Atë natë, zonja Drita ishte aty. Por askush nuk e shihte vërtet. Ajo qëndronte pranë mureve të sallonit, e veshur me një kostum të thjeshtë linoje bezh që binte ndesh dhunshëm me fustanet e modës së lartë përreth. Këpucët e saj ishin të rehatshme, praktike, të llojit që blihen duke menduar për të ecur në pazar të dielave, jo për të shkelur mbi mermerin vezullues të një prej hoteleve më luksoze në Ballkan. Drita ishte 78 vjeç, por dukej më shumë. Shpatullat e kërrusura, duart që i dridheshin, vështrimi gjithmonë i ulur. Ajo dukej se mbante një peshë të padukshme që e bënte më të vogël me çdo vit që kalonte. Arjani lëvizte nëpër sallon me shkaftësi, shtrëngonte duar, qeshte me zë të lartë, bënte shaka që shkaktonin të qeshurat e investitorët ndërkombëtar të pranishëm. Pranë tij, si gjithmonë, ishte Valbona, gruaja e tij 32 vjeçare. Ajo ishte gjithçka që ai besonte se duhej të ishte një grua për të qëndruar pranë një burri si ai. E gjatë, shumë e dobët, me flokë bjond të patëmet dhe një fustan të kuq që dukej sikur ishte qepur drejt për drejt në trupin e saj. Valbona buzëqeshte pak, por kur buzëqeshte, ishte me besimin e dikujt që e di se të gjithë sytë janë mbi të. Dhe ishin. Valbona dhe Arjani ishin martuar 3 vjet më parë, në një ceremoni që zuri faqe të tëra në revistat e personazheve të famshëm. Ai ishte i ve prej 5 vitesh kur e njohu në një event korporativ. Gruaja e parë, Teuta, kishte qenë një grua diskrete, studiuese, profesoresh letërsie që vdiq në moshën 40 vjeçare për shkak të komplikacioneve shëndetësore që askujt nuk i pëlqente t'i komentonte. Valbona ishte e kundërta e Teutës në çdo aspekt. Aty ku Teuta ishte e butë, Valbona ishte e mprehë. Aty ku Teuta kujdesej, Valbona komandonte. Dhe zonja Drita e ndjente këtë në lëkurën e saj. Çdo ditë e moshuara vëzhgonte të birin nga larg, duke u përpjekur të gjente tek ai ndonjë tipar të djalit që kishte rritur. Djalit që flinte i përqafuar me të kur kishte frikë nga bubullima. Djalit që i kishte premtuar, me lot në sy, se kur të rritej, do të kujdesej për të përgjithmonë. Ku ishte ai djalë tani? Ajo nuk dinte të përgjigjej. Ndoshta ishte humbur diku mes milionit të parë dhe katit të 10 të apartamentit luksos në zonën e liçenit artificial ku jetonin tani. Valbona hodhi një vështrim të shpejt në drejtim të vjehrës dhe rudhi hundën, sikur të kishte ndier një erë të keqe. Ajo u përkul drejt Arjanit dhe i pëshpëriti diçka në vesh. Ai qeshi pa qejf dhe tundi kokën, sikur të thoshte se nuk ishte momenti. Por Drita e pa. Ajo shite gjithmonë. Sytë e saj mund të ishin të lodhur, por ende kapnin çdo gjest për buzjeje, çdo fjalë të pathënë, çdo heshtje që u lërinte. Këshilltarja për mediat e fondacionit, Anila Meta, lëvizte nëpër event me një tablet në dorë dhe një kufje diskrete. Ajo ishte kompetente, efikase dhe absolutisht e pamëshirshme kur bëhej fjalë për mbrojtjen e imazhit të Arjanit. Atë natë, ajo ishte veçanërisht e tensionuar. Kishte investitor japonez të pranishëm, të interesuar për një partneritet milioner. Kishte gjithashtu një deputet që sapo ishte përmendur në një hetim dhe që kishte nevojë dëshpërimisht të pastronte imazhin e tij.
Dhe, më e keqja, Anila ishte pothuajse e sigurt se kishte një gazetare të maskuar mes të ftuarve. Emri i saj ishte Elira Kodra dhe ajo punonte për një portal lajmesh investigative që kishte rrëzuar 3 politikanë dhe 2 biznesmen në 2 vitet e fundit. Elira ishte aty me një fustan të marrë hua, një identitet të rem dhe një regjistrim në proces në celularin e fshehur në çantë. Ajo kishte marrë një denoncim anonim 2 javë më parë. Mesazhi ishte i shkurtër, por tronditës. Thoshte vetëm se Arjan Gashi e mbante nënën e tij në kushte degraduese, se e moshuara keq trajtohej psikologjikisht nga nusja dhe se gjithçka mbulohej me para dhe kërcënime ndaj punonjësve. Elira vëzhgonte gjithçka nga një kënd strategjik i sallonit. Ajo e kishte parë zonjën Drita të mbërrinte, praktikisht e tërhequr zvarr nga një punonjëse e shtëpisë. E moshuara nuk donte të ishte aty, kjo ishte e qartë. Sytë e saj transmetonin frikë, siklet dhe një trishtim të thellë që as dritat e eventit nuk arrinin ta fshinin. Darka u shërbye në orën 9 të mbrëmjes. Tavolinat ishin zbukuruar me lule të importuara, takë me argjendi vezulluese dhe gota kristali që kushtonin më shumë se paga mujore e një familjeje të tërë. Zonja Drita u vendos në një tavolinë anësore, larg tavolinës kryesore ku Arjani dhe Valbona prisnin të ftuarit e rëndësishëm. Në tavolinën e të moshuarës ishin punonjës të fondacionit, disa të afërm të largët që mezi e njihnin dhe një vajzë e re që dukej e humbur mes gjithë asaj pompoziteti. Drita hëngri pak. Stomaku i ishte mbledhur, siç i ndodhte gjithmonë kur duhej të dilte nga shtëpia. Ajo preferonte të qëndronte në dhomën e saj të vogël në apartament, një hapësirë e vogël, e thjeshtë, që dukej më shumë si depo se sa dhomë. Muret ishin të bardha dhe bosh. Nuk kishte fotografi, nuk kishte kujtime. Valbona nuk e lejonte. Thoshte se objektet e vjetra e bënin shtëpinë të dukej si muze. Kështu që gjithçka që Drita kishte nga jeta e saj e mëparshme ishte ruajtur në 2 kuti kartoni nën krevat. Fotografi të burrit të ndjer, certifikata të vjetra, një ruzare që ja kishte dhuruar e ama. Kujtime të varrosura sikur të ishin turpe. Gjatë darkës, Arjani u ngjit në skenë për të mbajtur fjalimin e hapjes. Ai foli për përgjegjësinë sociale, për angazhimin ndaj familjeve në nevojë, për rëndësinë e shtrirjes së dorës për ata që kanë nevojë. Fjalët ishin të bukura, të mësuara mirë dhe shkaktuan duartrokitje entuziaste nga publiku. Drita nuk duartrokiti. Ajo thjesht shikoi duart e saj, të rrudhura dhe të shenjuara nga koha, dhe pyeti veten nëse i biri besonte vërtet në atë që po thoshte. Pas darkës, filloi ankandi i bamirësisë. Vepra arti, bizhuteri, udhëtime, përvoja ekskluzive. Gjithçka me vlera stratosferike, gjithçka e shitur me buzëqeshje kënaqësie dhe gota të ngritura lart. Valbona ishte rrezatuese. Ajo i adhuronte këto lloj eventesh. Adhuronte të shihej, të admirohej, të kishte zili. Dhe e dinte që ishte. E dinte që gratë e tjera e shikonin me një përzierje dëshire dhe inati. Dhe kjo e ushqente. Ishte gjatë një pauze në ankand që ndodhi incidenti i parë i natës. Zonja Drita, duke u ndier keq nga vapa mbytëse e sallonit, u ngrit për të marrë një gotë ujë. Ajo ecte ngadalë, duke u përpjekur të mos tërhiqte vëmendjen, por lëvizjet e saj ishin të pasigurta. Mosha dhe dobësia fizike nuk falnin. Teksa ju afrua tavolinës së pijeve, ajo u përplas lehtë me një kamerier që po kalonte me një tabaka. Përplasja ishte minimale, por e mjaftueshme që një gotë shampanje të humbiste ekuilibrin dhe të derte disa pika mbi fustanin e një të ftuare aty pranë. E ftuara ishte Valbona. I gjithë salloni u duk sikur ngriu. Valbona shikoi fustanin e kuq, tani me njolla të vogla të lagura anash, dhe pastaj ngriti syt drejt vjehrës. Shpreja në fytyrën e saj nuk ishte e befasisë apo irritimit të zakonshëm. Ishte e një tërbimi të përmbajtur, e një përbuzjeje të akumuluar gjatë viteve, e një zemërimi që më në fund gjente një justifikim për të shfaqur. Drita filloi të dridhej. Ajo e dinte se çfarë do të vinte më pas. E njihte atë vështrim. U përpoq të kërkonte falje, zëri i dilte i dobët, pothuajse i padëgjueshëm. Por Valbona nuk ishte e interesuar për falje. Arjani u afrua shpejt, duke u përpjekur ta menaxhonte situatën. Ai i vuri dorën në krah gruas, duke i përshpëritur diçka që askush tjetër nuk e dëgjoi. Por Valbona u shkëput prej tij me një lëvizje të ashpër. Sytë e saj ishin ngulur te Drita dhe turma përreth filloi të kuptonte se diçka nuk shkonte.
Anila Meta, këshilltarja, vrapoi drejt tyre duke u përpjekur të ndërhynte. Ajo u buzëqeshi të ftuarve më të afërt, bëri një gjest sikur gjithçka ishte nën kontroll, por zëri i saj ishte i tensionuar kur i përshpëriti Arianit se duhej ta largonte të ëmën menjëherë. Valbona, megjithatë, nuk kishte ndërmend ta linte këtë të kalonte në heshtje. Ajo bëri një hap përpara, duke ju afruar dritës, dhe zëri i saj, megjithse i kontrolluar, mbante një helm që priste më thellë se çdo britm. Ajo tha, mjaftueshëm lart që 10 njerëz ta dëgjonin, se kjo ishte e papranueshme. Se drita ishte një turp. Se nuk kishte edukat, nuk kishte klas, nuk e kishte iden se ku ishte. Tha se ishte një barë, një pesh, një bezdi që ajo e toleronte nga bamirësia e pastër, por që kishte kufi. Dhe se ata kufi ishin të i kaluar. Fjalët ranë mbi dritën si goditje fizike. E moshuara u përpoq të përgjigjej, por zëri i saj u pre. Këmbët ju dobësuan. Ajo u kap te tavolina pranë për të mos rënë, por poshtërimi tashmë ishte bërë. Të ftuarit vëzhgonin në heshtje të shokuar. Disa shmangnin vështrimin, të zënë ngushtë. Të tjerë vëzhgonin me një kuriozitet morbid, sikur të ishin duke parë një shfaqje. Ariani më në fund reagoi. Ai e kapi krahun e së ëmës me forcë dhe filloi ta nxirrte jashtë sallonit. Drita nuk rezistoi. Ajo thjesht e ndoqi, me kokën ulur, lok të heshtur që i rridhnin nëpër fytyrën e rrudhur. Pas saj, Valbona mbeti në qendër të vëmendjes, duke rregulluar fustanin me gjeste të egzageruara, sikur të donte të sigurohej që të gjithë ta shihnin dëmin e shkaktuar. Elira Kodra, gazetarja e maskuar, nuk humbi asnjë sekondë. Ajo aktivizoi kamerën e celularit dhe kapi momentet e fundit të skenës. Audio nuk ishte perfekte, por imazhet ishin mjaft të qarta. Ajo kishte atë që i duhej. Ose të paktën, kishte fillimin. Në korridor, larg vështrimeve, Ariani ja lëshoi krahun së ëmës me një vrazhdësi që u përpoq ta maskonte si nxitim. Ai shikoi përreth, duke kontrolluar nëse dikush i kishte ndjekur, dhe pastaj i përshpëriti, i tensionuar, se duhej të shkonte në shtëpi. Se kjo kishte qenë një katastrofë. Se ajo e dinte si ishte Valbona dhe prap e kishte provokuar situatën. Drita ngriti fytyrën dhe për herë të parë pas vitesh, kishte diçka përtej nënshtrimit në sytë e saj. Kishte lëndim. Ajo hapi gojën për të folur, por Ariani nuk e la. Ai thiri shoferin, e urdhëroi ta çonte të ëmën përsëri në apartament dhe u kthye me vrap në sallon. Ai kishte investitor për të qetësuar, një grua për të zbutur dhe një reputacion për të shpëtuar. Drita u dërgua në makinë në heshtje. Shoferi, një burr në moshë të mesme i quajtur Zoti Petrit, që punonte për familjen prej më shumë se 10 vitesh, e shikoi atë nga pasqyra. Ai e njihte atë shprehje. E kishte parë shumë herë. Donte të thoshte diçka, të ofronte ndonjë ngushëllim, por e dinte se nuk ishte vendi i tij. Kështu që ai thjesht i dha makinës në heshtje nëpër rrugët e ndriçuara të Tiranës, ndërsa Drita shikonte nga dritarja duke parë qytetin të kalonte dhe pyeste veten se kur saktësisht jeta e saj ishte bërë kjo. Në event, Valbona ishte në qendër të një grupi mikeshash, duke ritreguar ngjarjen me një version të shtrembëruar të fakteve. Ajo e pikturonte Dritën si një grua senile, problematike, që këmbëngulte të krijonte situata të sikletshme. Mikeshat tundnin kokën në solidaritet, duke thënë se Valbona kishte shumë durim, se jo të gjitha do ta duronin. Ariani u kthye në sallon duke u përpjekur të duke i qetë, por Anila e ndaloi menjëherë. Ajo ishte e zbeth. I tha se duhej të flisnin urgjentisht, se kishte zëra se një gazetare ishte infiltruar në event, se ajo sken mund të bëhej lajm kryesor. Ariani ndjeu stomakun t'i fundosej. Ai e dinte se skandalet familjare ishin më të këqijat për imazhin publik. Aq më tepër në vitin e zgjedhjeve të biznesit për presidencën e dhomës së tregtisë. Por ai I tha Anilës se gjithçka ishte nën kontroll. Se Valbona tashmë po merrej me situatën. Se njerëzit do ta kuptonin. Anila nuk u duke bindur, por nuk kishte zgjidhje tjetër veç se të besonte. Ndërkohë, në një kënd diskret të sallonit, një tjetër I ftuar vëzhgonte gjithçka me interes të veçantë. Bëhej fjalë për Genc Bashën, një ish partner I Arianit në një projekt imobiliar që kishte dështuar vite më parë. Genci kur nuk ja kishte falur Arianit që e kishte përjashtuar nga shoqëria kur biznesi më në fund lulëzoi. Ai ishte aty jo për miqësi, por për strategji. Dhe ajo natë sapo I kishte bërë një dhuratë. Genci nxori celularin nga xhepi dhe filloi të mbante disa shënime.
Ai njihte njerëz në media. Njihte avokat. Njihte politikan që do të adhuronin tashinin Arjanin të rrëzohej. Dhe ai sapo kishte dëshmuar rrëzimin. Nata vazhdoi rrjedhën e saj. Ankandi rifilloi, bisedat u kthyen në normalitet, muzika filloi përsëri. Por diçka kishte ndryshuar. Një klim e çuditshme rrinte pezull në ajër. Njerëzit buzëqeshnin, por buzëqeshjet ishin të detyruara. Bisedat rridhnin, por me një tension të fshehur. Të gjithë e dinin se kishin dëshmuar diçka që nuk duhej të kishte ndodhur. Dhe të gjithë pyesnin veten se çfarë do të vinte më pas. Elira Kodra u largua nga eventi rreth mesnatës. Ajo u kthye në shtëpi, ndezi laptopin dhe filloi të rishikonte materialin që kishte regjistruar. Imazhet dridheshin pak, por skena ishte e qartë. Valbona duke poshtëruar publikisht vjerën e moshuar. Arjani, filantropi i madh, duke e nxjerrë të ëmën nga salloni sikur të ishte një problem për t'u zgjidhur. Elira buzëqeshi. Kjo ishte vetëm fillimi. Ajo hapi dosjet e saj dhe rilexoi denoncimin anonim që kishte marrë. I duhej më shumë. I duheshin prova konkrete. I duheshin dëshmitar të gatshëm për të folur. Dhe ajo e dinte saktësisht se ku të fillonte të kërkonte. Të nesërmen në mëngjes, apartamenti në zonën e liçenit ishte në heshtje. Valbona kishte fjetur deri vonë, e raskapitur nga nata e mëparshme. Arjani ishte tashmë në zyrë, duke u marrë me punë të pambaruara. Dhe zonja Drita ishte në dhomën e saj të vogël, e ulur në cep të krevatit, duke parë 2 kutit e kartonit që ruanin jetën e saj. Ajo mori një fotografi të zverdhur. Ishte ajo dhe burri i saj. Zoti luan, në ditën e dasmës. Ishin përballë kishës së vogël të lagjes, ajo me një fustan të thjesht nusërie, ai me një kostum të errët që me siguri ishte marrë hua. Ata buzëqeshnin. Buzëqeshnin vërtet. Buzëqeshnin sepse besonin në të ardhmen. Drita e shtrëngoi fotografinë në gjoks dhe la lotët të rridhnin lirshëm. Ajo mendoi për gjithçka që kishte sakrifikuar. Për të gjitha netët që kishte kaluar duke qepur për të tjerët, për të paguar shkollën private të djalit. Për të gjitha vaktet që kishte kaluar pa ngrënë që ai të hante më mirë. Për të gjitha ëndrat që kishte braktisur që ëndrat e tij të bëheshin realitet. Dhe tani ishte aty. Vetëm. E padukshme. E trajtuar si një pengesë në shtëpinë që sakrifica e saj kishte ndihmuar për ta ndërtuar. Por diçka po ndryshonte brenda saj. Diçka e vogël, e brisht, por këmbëngulse. Një shkëndijë revolte. Një zë i brendshëm që filloi të pëshpëriste se kjo nuk ishte e drejtë. Se ajo nuk e meritonte këtë. Se duhej të bënte diçka. Ajo ende nuk e dinte se çfarë. Ende nuk kishte forca. Por fara ishte mbjellë. Dhe në anën tjetër të qytetit, në një redaksi të zhurmshme, Elira Kodra ishte në telefon me një burim. Burimi ishte një ish punonjëse e shtëpisë së Arjanit, e pushuar 6 muaj më parë në mënyrë të papritur, pa shkak të arsyeshëm dhe pa shpjegime. Emri i saj ishte Mimoza dhe ajo kishte shumë për të treguar. Historia sapo kishte filluar. Mimoza Leka ishte 42 vjeç dhe kishte punuar si guvernante në shtëpinë e Arjan Gashit për gati 7 vjet. Ajo njihte çdo cep të atij apartamenti, çdo rutinë, çdo sekret të pathënë që fshihej pas dyrave të mbyllura. Kur u pushua nga puna, 6 muaj më parë, pa paralajmërim dhe me një letër të ftohtë e burokratike, Mimoza e dinte saktësisht pse. Ajo kishte parë shumë. Dhe më keq akoma, kishte treguar dhe mshuri për zonjën Drita. Tani, e ulur në një kafene në pazarin e ri, përballë Elira Kodrës, Mimoza më në fund kishte mundësinë të fliste. Duart i dridheshin lehtë teksa mbante filxhanin e kafes, por zëri i saj ishte i vendosur. Ajo filloi nga fillimi, nga muajt e parë pas martesës së Arjanit me Valbonën, kur ndryshimi në dinamikën e shtëpisë u bë i dukshëm për të gjithë punonjësit. Valbona erdhi si një uragan. Gjithçka që Teuta, gruaja e parë, kishte ndërtuar me delikatesë dhe shije të mirë u çmontua brenda pak javësh. Mobiljet e vjetra, fotografitë e familjes, objektet me histori, gjithçka u zëvendësua me pjesë moderne, minimaliste, të ftohta. Shtëpia pushoi së dukuri një vatër dhe filloi t'i ngjante një vitrinë reviste dekorimi. Funksionale, e patëmet dhe plotësisht pa shpirt.
Dhe zonja Drita, që më parë kishte një dhomë të gjerë dhe komode në të njëjtin kat me të birin, u zhvendos në një hapësirë më të vogël, pothuajse një depo e rinovuar. Valbona e justifikoi duke thënë se i duhej dhoma për të montuar garderobën e saj personale. Ariani nuk protestoi. Ai thjesht e ndihmoi të ëmën të zhvendosej, duke i premtuar se ishte e përkohshme, se së shpejti do të gjenin një zgjidhje më të mirë. Por 3 vjet kaluan dhe Drita vazhdonte në atë dhomë të vogël. Mimoza i tregoi Elirës për vaktet. Zonja Drita nuk hante më në tavolinë me familjen. Valbona thoshte se e moshuara ishte shumë e ngadalt, se bënte zhurmë kur përtypej, se i binte ushqim dhe ndoste mbulesën. Kështu që Drita filloi të hante në kuzhinë vetëm ose në dhomën e saj. Pjatat e saj vinin gjithmonë pasi të gjithë kishin mbaruar, shpesh të ftohta ose të ringrohura. Mimoza përpiqej sa herë që ishte e mundur t'i shërbente të moshuarës me dashuri, duke përgatitur porcione speciale, por Valbona e kuptonte dhe e qortonte ashpër. Kishte gjithashtu daljet. Zonja Drita nuk mund të priste më vizita. Mikeshat e pakta që i kishin mbetur nga koha kur jetonte në Laprak u larguan me justifikime gjithnjë e më të sofistikuara. Valbona pretendonte se shtëpia ishte në rinovim, se Ariani ishte i sëmur, se do të kishte një udhëtim. Çdo gjë për të shmangur që njerëz të jashtëm të shihnin se si jetonte vërtet nëna e biznesmenit të madh. Dhe kur Drita përpiqej të dilte vetëm për të bërë një shëtitje, për të vizituar një kish, për të blerë diçka në farmaci, gjithmonë kishte një pengesë. Valbona kontrollonte çelësat, kontrollonte aksesin në ashensorin privat, kontrollonte madje edhe parat e të moshuarës. Pensioni i Dritës depozitohej në një llogari që ajo nuk mund ta aksesonte më. Valbona e kishte bindur Arianin se nëna mund të mashtrohej nga mashtruesit, se ishte më e sigurt që ata t'i menaxhonin financat e saj. Elira dëgjonte me vëmendje, duke mbajtur shënime. Ajo e pyeti Mimozën nëse kishte dëshmitar, njerëz të tjerë që mund t'i konfirmonin ato rrëfime. Mimoza hezitoi, por pastaj përmendi zotin Petrit, shoferin, dhe Rakelën, kuzhinieren, që ende punonin në shtëpi. Ajo nuk e dinte nëse ata do të kishin guxim të flisnin, por e njihte karakterin e të dyve. Ata kujdeseshin për zonjën Drita. Kishte, megjithatë, një detaj që Mimoza e kishte ruajtur për në fund. Diçka që ajo kishte dëshmuar 3 muaj para se të pushohej nga puna dhe që kur nuk kishte arritur ta harronte. Ishte një pasdite të martë. Valbona ishte në salon duke folur në telefon me një mikesh, kur zonja Drita doli nga dhoma për të marrë ujë. Ajo ishte zbathur, duke tërhequr këmbët nëpër korridor. Valbona e mbylli telefonin sapo e pa dhe eci drejt saj me hapa të shpejt dhe të furishëm. Mimoza ishte në lavanderi, por mund të dëgjonte përmes derës gjysmë të hapur. Valbona filloi të bërtiste. Thoshte se Drita ishte një plak e pështirë, se nuk kishte higjien, se mbante erë, se ishte një turp. Thoshte se po të ishte për të, e moshuara do të ishte në një azil prej kohësh, larg fushës së saj të shikimit. Zëri i Valbonës ishte i ngarkuar me urrëtie të pastër, me një përbuzje aq të thellë sa dukej fizikisht e dhimbshme. Drita nuk u përgjigj. Ajo thjesht qëndroi aty në këmbë, duke i marrë fjalët si fshikullima verbale, derisa Valbona më në fund u lodh dhe doli duke përplasur derën. Mimoza doli nga lavanderia dhe e gjeti të moshuarën ende të ndalur në të njëjtin vend, duke u dridhur me lot që i rridhnin në heshtje. Mimoza e përqafoi, e çoi përsëri në dhomë, i përgatiti një çaj dhe qëndroi pranë saj derisa u qetësua. Ishte ky përqafim që i kushtoi punën Mimozës. Valbona e pa përmes kamerave të sigurisë së shtëpisë. Javën pasuese, Mimoza u akuzua për vjedhje të vogla që kur nuk ndodhen dhe u pushua nga puna me shkak të arsyeshëm. Ajo u përpoq të mbrojë, kërkoi Arianin, por ai ishte në udhëtim biznesi. Kur u kthye, thjesht konfirmoi vendimin e gruas, duke thënë se i besonte gjykimit të saj. Elira e fiku regjistruesin dhe e shikoi Mimozën në sy. Ajo e pyeti nëse ish guvernantja do të ishte e gatshme të regjistronte një dëshmi zyrtare, të shfaqej në një reportazh, të përballej me pasojat. Mimoza mori frym thellë. Ajo kishte frikë. Frikë se nuk do të gjente punë tjetër, frikë nga hakmarrja, frikë nga proceset gjyqësore. Por ajo mendoi për zonjën Drita, për ata sy të lodhur dhe të trishtuar, dhe tha po. Se do të bënte çfarëdo që të ishte e nevojshme. Ndërkohë, në apartamentin në zonën e liçenit, Ariani ishte në zyrën e tij private, duke u përpjekur të përqendrohej në një tabelë investimesh, por pa sukses.
Koka e tij ishte ende te nata e mëparshme. Ai nuk mund të ndalonte së menduari për shprehjen në fytyrën e së kur e nxori nga salloni. Kishte diçka ndryshe aty. Nuk ishte vetëm lëndim apo trishtim. Ishte zhgënjim. Dhe Ariani e urrente atë ndjenjë. Ai e dinte, thellë, se gjërat kishin shkuar shumë larg. E dinte se Valbona e trajtonte të ëmën me një mizori që ai nuk mund ta injoronte më. Por ai gjithmonë gjente justifikime. I thoshte vetes se Valbona ishte e stresuar, se kishte një personalitet të fortë, se thjesht po mbronte standardin e shtëpisë. I thoshte vetes se nëna e kuptonte, se ajo e dinte se kjo ishte e përkohshme. Por ai e dinte se po gënjente veten. Ariani kujtoi një bisedë që kishte pasur me Teutën, gruan e tij të parë, pak muaj para se ajo të ndëronte jetë. Teuta ishte e dobët, por ende e kthjellët, dhe ajo ja shtrëngoi dorën fort dhe i tha diçka që ai kur nuk e harroi. Ajo i tha se masa e vërtetë e një burri nuk ishte në sa para kishte apo sa kompani drejtonte. Ishte në mënyrën se si ai trajtonte ata që nuk mund t'i ofronin asgjë në këmbim. Ishte në mënyrën se si ai kujdesej për më të brishtët. Ariani mbylli sytë dhe fërkoi fytyrën me duar. Teuta e adhuronte zonjën Drita. Të dyja kishin një marrëdhënie të bukur, bashkëpunimi dhe respekti të ndërsjellë. Teuta e thërriste vjerën nën dhe Drita ja kthente me një dashuri të sinqertë. Kur Teuta u largua, Ariani ndjeu se kishte humbur jo vetëm gruan, por edhe busullën morale që e udhëhiqte. Dhe pastaj erdhi Valbona. E bukur, e sigurt, e vendosur. Ajo ishte gjithçka që ai mendonte se i duhej për të kapërcyer dhimbjen. Por dalë nga dalë, ai kuptoi se Valbona nuk donte vetëm të ishte pranë tij. Ajo donte të komandonte. Dhe ai, i lodhur nga lufta, e la. Dera e zyrës u hap dhe Valbona hyri pa trokitur. Ajo ishte mahnitse, si gjithmonë, e veshur me një kostum të bardhë dhe taka shumë të larta. Ajo ul në karrigen përballë tavolinës së tij dhe kryqëzoi këmbët me elegancë të studiuar. Ata duhej të flisnin për natën e mëparshme, tha ajo. Duhej të parafrononin versionet. Anila kishte të drejtë të shqetësohej për media. Valbona tashmë kishte marrë mesazhe nga disa mikesha që pyesnin për incidentin. Duhej kontrolluar narrativa para se të dilte jashtë kontrollit. Ariani e dëgjoi në heshtje. Ajo kishte një plan. Gjithmonë kishte. Ajo sugjeroi të publikonin një njoftim duke thënë se zonja Drita ishte ndier keq gjatë eventit, se vuante nga probleme shëndetësore të lidhura me moshën dhe se po merrte kujdesin e duhur. Se ishte një situatë delikate dhe se kërkonin mirëkuptim dhe privatësi. Ariani tundi kokën ngadalë. Ai e pyeti Valbonën nëse ajo vërtet mendonte se kjo do të funksiononte. Nëse ajo vërtet mendonte se njerëzit ishin kaq naiv. Valbona rrudhi ballin, e befasuar nga toni i tij. Ajo tha se do të funksiononte nëse ai bënte pjesën e tij, nëse shfaqej në publik si djali i përkushtuar që gjithmonë kishte shtirur se ishte. Fjala shtirur kumbonte në ajër mes tyre. Ariani ndjeu diçka të thyej brenda tij. Ai shikoi gruan përballë, atë grua që mendonte se e donte dhe për herë të parë në 3 vjet e pa vërtet. Pa ftohtësinë, manipulimin, zbrazëtinë. Dhe pyeti veten se si kishte qenë kaq i verbër. Por Ariani nuk ishte aq i guximshëm sa të shkëputej. Jo ende. Kështu që ai thjesht ra dakord me kokë, tha se do të bënte çfarëdo që të ishte e nevojshme, dhe Valbona doli nga zyra e kënaqur, takat e saj duke jehuar nëpër korridorin e mermer. Atë pasdite, Anila Meta thiri një mbledhje urgjente në selinë e fondacionit Gashi. Ishin të pranishëm Ariani, Valbona, 2 avokatë të kompanisë dhe drejtori i komunikimit. Anila ishte e drejtë për drejtë. Ata kishin një problem. Një video po qarkullonte në grupe të mbyllura të WhatsApp-it, nuk ishte bërë virale ende, por ishte çështje kohe. Videoja tregonte momentet e fundit të skenës në event, tregonte Valbonën duke poshtëruar Dritën, tregonte Arianin duke e nxjerrë të ëmën nga salloni. Cilësia nuk ishte e mirë, por ishte e mjaftueshme për të shkaktuar dëme. Anila tashmë kishte kontaktuar disa influencues dhe bloger për të provuar ta kontrollonte, por situata ishte delikate. Valbona u zbe. Ajo pyeti kush e kishte regjistruar, kush po e shpërndante. Anila nuk e dinte, por dyshonte për ndonjë të ftuar të pakënaqur ose ndonjë punonjës të hotelit.
Avokatët sugjeruan padi për shpifje, cënim të privatësisë, dëmtim të imazhit. Por Anila i ndërpreu. Padit do të tërhiqnin më shumë vëmendje. Ideale do të ishte një përgënjeshtrim publik, një veprim i mirë ekzekutuar për kontrollin e dëmit. Ariani dëgjonte gjithçka në heshtje. Ai ndihej i bllokuar në një makt nga i cili nuk mund të zgjohej. Gjithçka që kishte ndërtuar, gjithë reputacioni që ishte dashur vite për ta krijuar, ishte i kërcënuar. Dhe faji, ai e dinte, ishte i tij. Sepse kishte qenë neglizhent. Sepse kishte zgjedhur paqen e përkohshme në vend të drejtësisë. Mbledhja përfundoi me një plan veprimi. Ariani do të bënte një video live në rrjetet sociale atë mbrëmje, duke u shfaqur në shtëpi, duke u kujdesur për të ëmën, duke qenë djali i vëmendshëm. Valbona do të qëndronte në sfond diskrete, duke treguar mbështetje. Anila do të shkruante një tekst emocionues, duke folur për sfidat e kujdesit për një familjar të moshuar dhe duke kërkuar ndjeshmëri. Por kur Ariani u kthye në shtëpi dhe u ngjit në dhomën e së ëmës, e gjeti derën të mbyllur nga brenda. Ai trokiti lehtë, e thiri në emër, por nuk pati përgjigje. Ai këmbënguli i shqetësuar derisa më në fund dëgjoi zërin e dobët të dritës duke thënë se nuk donte të fliste me askën. Ariani mbështeti ballin në derë dhe mbylli sytë. Ai kërkoi falje përmes drurit. Tha se e dinte që kishte dështuar me të, se donte t'i rregullonte gjërat. Por drita nuk u përgjigj. Ajo thjesht qëndroi në anën tjetër, e ulur në cep të krevatit, duke dëgjuar fjalët boshe të birit dhe duke pyetur veten nëse kishte mbetur ende diçka për t'u rregulluar. Ndërkohë, në anën tjetër të qytetit, Genc Basha ishte në zyrën e tij, i mbledhur me 2 këshilltar dhe një gazetar të një faqeje sensacionale. Ai tregonte videon që kishte regjistruar diskretisht në event, komentonte hipokrizinë e Arianit, se si filantropi i madh trajtonte nënën e tij. Gazetari buzëqeshte, tashmë duke imagjinuar titull. Genci e dinte se po e përdorte situatën për hakmarrje personale, por nuk i bëhej vonë. Ariani kishte korrur atë që kishte mbjell. Nata ra mbi Tiranë. Në rrugët e bllokut, njerëzit shëtisnin. Në zonën e liçenit, restorantet e shtrenjta shërbenin darka të sofistikuara. Dhe në apartamentin e heshtur, 3 njerëz jetonin nën të njëjtën çati, por në botë krejtësisht të ndara. Ariani ishte në zyrën e tij, duke provuar fjalimin për videon live. Valbona ishte në dhomë, duke provuar rroba për të zgjedhur atë që do të përcillte imazhin më të përshtatshëm. Dhe zonja Drita ishte në dhomën e saj të vogël, e gjunjëzuar pranë krevatit, duke u lutur me ruzaren që i kishte takuar së ëmës, duke kërkuar forcë për atë që e dinte se do të vinte. Sepse diçka brenda saj kishte ndryshuar. Poshtërimi publik i eventit nuk e kishte thyer. Përkundrazi, kishte ndezur një flak. Të vogël, por këmbëngulse. Drita filloi të kuptonte se të qëndronte në heshtje nuk ishte të mbronte të birin. Ishte të tradhtonte veten. Ishte të tradhtonte të gjitha gratë që kishin ardhur para saj dhe të gjitha që do të vinin pas. Të nesërmen në mëngjes, Zoti Petrit erdhi herët në apartament për të marrë Arianin. Por para se të shkonte në garazh, ai trokiti në derën e dhomës së zonjës Drita. Ajo hapi, e befasuar. Petriti i dha një letër të palosur dhe i tha, me zë të ulët, se ishte numri i telefonit të një avokateje të specializuar në të drejtat e të moshuarve. Një e njohur e gruas së tij. Ai tha se nuk po kërkonte asgjë, thjesht po ofronte një mundësi. Dhe pastaj iku, para se ta shihte dikush. Drita shikoi letrën. Emri i shkruar ishte avokate Besa Koci. Ajo e futi letrën mes faqeve të ruzares dhe u kthye në krevat, zemra i rritë fort. Për herë të parë pas vitesh, ndjeu diçka që as nuk e dinte më si ta emërtonte. Shpresë. Dhe në një redaksi të zhurmshme në qendër të Tiranës, Elira Kodra po përfundonte rishikimin e versionit të parë të reportazhit të saj. Titulli provizor ishte I drejtë për drejtë dhe tronditës. Ana e errët e filantropisë, kur bamirësia nuk fillon nga shtëpia. Ajo kishte dëshmi, video, prova. Mungonte vetëm një gjë. Zëri I zonjës Drita. Elira e dinte se do të ishte e vështirë të arrinte tek e moshuara. Shtëpia ishte e vëzhguar, telefonatat me siguri të monitoruara, akseset të kontrolluara. Por ajo ishte këmbëngulse. Dhe kishte aleat. Mimoza tashmë kishte përmendur se Zoti Petrit ishte një person I besueshëm. Ndoshta kishte një rrugë.
Atë natë, Ariani më në fund e bëri videon live. Ai u shfaqi buzëqeshur, i sigurt, pranë së ëmës që mezi arrinte të shikonte kamerën. Valbona qëndroi në sfond, siç ishte rënë dakord. Ariani foli për dashurinë familjare, për sfidat, për mirëkuptimin. Lexoi tekstin e përgatitur nga Anila me emocion të studiuar. Por komentet filluan të vërshonin. Njerëz që vinin në dyshim. Njerëz që dyshonin. Njerëz që kishin parë videon dhe nuk po e besonin atë narrativ. Videoja live që duhej të qetësonte situatën, në fakt, po ushqente edhe më shumë mosbesimin. Anila e ndërpreu transmetimin më herët se sa ishte planifikuar. Ariani ishte dukshëm i tronditur. Valbona ishte e tërbuar. Dhe zonja Drita, që ishte detyruar të merrte pjesë në atë teatr, u kthye në dhomën e saj dhe qau derisa e zuri gjumi. Por ndërsa ajo flinte, celulari i saj i vjetër, që ajo as nuk e dinte se ende funksiononte, mori një mesazh nga një numër i panjohur. Mesazhi thoshte vetëm: "Zonja Drita, emri im është Elira. Jam gazetare dhe dua t'ju ndihmoj. Nëse doni të bisedojmë, përgjigjuni këtij mesazhi. Askush nuk ka nevojë ta di." Drita nuk e pa mesazhin atë natë. Por do ta shite të nesërmen në mëngjes. Dhe do të duhej të merrte vendimin më të vështirë të jetës së saj. Zonja Drita u zgjua me cicërimat e zogjve jashtë dritares. Për një moment të shkurtër, ende për gjumësh, harroi se ku ishte. Harroi poshtërimin publik, dhomën e ngushtë, nusën që e përbuste. Për një çast ishte kthyer në shtëpizën e thjeshtë në laprak, duke u zgjuar pranë të shoqit, duke përgatitur mëngjesin ndërsa dëgjonte të birin të luante në obor. Por pastaj realiteti u kthye, i rënd si gjithmonë, dhe ajo hapi syt drejt tavanit të bardhë e bosh mbi të. U ul ngadalë në krevat, duke ndier dhimbjet në kyçe që vinin me moshën. Atëherë pa celularin e vjetër mbi komodin. Pothuajse kur nuk e përdorte. Në fakt, as nuk dinte mirë si t'i përdorte shumicën e funksioneve. Ariani ja kishte dhënë vite më parë, duke i thënë se ishte për emergjenca, por pastaj kishte instaluar vetëm numrin e tij dhe të Valbonës. Dhe Valbona nuk telefononte kurrë. Kurrë. Drita mori celularin dhe, me gishta që i dridheshin, u përpoq ta zhbllokonte. Ju deshën disa minuta derisa ja doli. Dhe atëherë e pa. Një mesazh. Nga një numër që nuk e njihte. Vuri syzet dhe e lexoi ngadalë, një herë, pastaj përsëri. Zemra filloi t'i rrite më shpejt. Një gazetare. Që donte ta ndihmonte. Drita shikoi derën e mbyllur të dhomës. Dëgjoi zhurmat e largëta të shtëpisë që po zgjohej. Valbona duke bërtitur urdhra për Rakelën në kuzhinë. Ariani duke folur në telefon në zyrë. Jeta vazhdonte sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Sikur ajo të mos ekzistonte. Shikoi përsëri mesazhin. Gishtat i qëndruan pezull mbi tastier. Donte të përgjigjej. Donte të bërtiste se po, se kishte nevojë për ndihmë, se nuk duronte më. Por frika ishte më e madhe. Frika nga ajo që do të bënte Valbona nëse e zbulonte. Frika se Ariani do ta dëbonte. Frika se do të mbetej krejtësisht vetëm. Kështu që e fiku celularin, e futi në sirtar dhe shkoi në banjë të lante fytyrën. Por fara e mundësisë ishte mbjell. Dhe farat, pasi mbillen, e kanë zakon të rriten. Atë mëngjes, Elira Kodra ishte në ankth. Ajo kontrollonte celularin çdo 5 minuta, duke pritur një përgjigje që e dinte se ndoshta nuk do të vinte kurrë. Të gjente numrin e zonjës Drita kishte qenë një sfidë. Zoti Petrit, shoferi, kishte hezituar shumë para se t'ia jepte informacionin. Ai kishte frikë se do të humbiste punën, se do të paditej, se do t'i shkaktonte më shumë probleme të moshuarës. Por Elira kishte qenë bindëse. Ajo i kishte premtuar mbrojtje, anonimitet dhe i ishte drejtuar ndërgjegjes së tij. Në fund, Petriti ishte dorëzuar. Elira tashmë kishte material të mjaftueshëm për të publikuar reportazhin. Dëshminë e mimozës, imazhet e eventit, analizën e ekspertëve për të drejtat e të moshuarve. Por ajo e dinte se pa zërin e Dritës, artikulli do të ishte i paplodh. Do të ishte për të, por jo prej saj. Dhe Elira donte t'i jepte të moshuarës mundësinë për t'u dëgjuar. Ndërkohë, në fondacionin Gashi, Anila Meta po kalonte ditën më të keqe të karrierës së saj. Rrjetet sociale ishin në flak.
Videoja live e Arianit jo vetëm që nuk I kishte qetësuar ujërat, por kishte hedhur më shumë benzinë në zjarr. Njerëzit po shpërndanin videon e eventit duke krijuar meme, duke bërë komente therrse. Disa influencues digital, ata të specializuar në ekspozimin e hipokrizive të elitës, tashmë po prodhonin video për rastin. Dhe për ta përkeqësuar situatën, Anila kishte marrë një telefonat nga një reporter I një portali të madh lajmesh. Ai donte një intervistë ekskluzive me Arianin. Donte përgjigje. Donte të vërtetën. Anila u përpoq të negocionte, por reporteri ishte I drejt për drejt. Ai tha se me ose pa bashkëpunimin e tyre, artikulli do të dilte. Dhe do të ishte më mirë për Arianin nëse ai merrte pjesë. Anila caktoi një mbledhje urgjente. Këtë herë, përveç Arianit dhe Valbonës, ajo thiri edhe presidentin e Këshillit Administrativ të kompanisë, profesor Ilir Dervishi, një burr 65 vjeçar I respektuar në mjedisin e biznesit, I cili kishte qenë mentori I Arianit në vitet e para të karrierës. Iliri ishte një figurë atërore për Arianin dhe opinioni I tij kishte peshë. Kur profesori mbërriti në mbledhje dhe u informua për situatën, fytyra e tij u ngrys. Ai e shikoi Arianin me një zhgënjim që preu më thellë se çdo fjalë. Profesori e njihte zonjën Drita që nga koha e Bujtinës në La Prah. Ai kishte qenë një nga klientët e parë të Bujtinës, kur ishte student universiteti pa para. Drita e kishte trajtuar si djalin e saj, duke I përgatitur ushqim shtesë kur e shihte se ishte shumë I dobët, duke mos I kërkuar kur më shumë para edhe kur ai vononte pagesën. Profesori pyeti, me zë të kontrolluar por të prerë, nëse kjo ishte e vërtetë. Nëse Ariani vërtet lejonte që nëna e tij të trajtohej në atë mënyrë. Ariani u përpoq të shpjegonte, të justifikohej, por fjalët I dilnin të dobëta, boshe. Valbona ndërhyri, duke u përpjekur të ndryshonte fokusin, duke thënë se gjithçka po egzagerohej, se kishte një komplot për të njollosur imazhin e familjes. Por profesori e ndërpreu. Ai tha se nuk donte të dëgjonte justifikime. Tha se ishte aty jo si president I Këshillit, por si dikush që I detyrohej gjithçka që kishte mirësisë së zonjës Drita. Dhe se nëse Ariani nuk merrte një masë drastike menjëherë, ai do të jepte dorëheqjen nga posti dhe do të merrte me vete gjysmën e Këshillit. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Ariani e dinte se profesori nuk po bënte blof. Patë, kompania do të hynte në krizë. Investitorët do të humbnin besimin. Kontratat do të anuloheshin. Gjithçka mund të shembej. Valbona e kuptoi seriozitetin e situatës dhe, për herë të parë, u duk vërtet të shqetësuar. Ajo u përpoq të fliste, por profesori ngriti dorën duke e heshtur. Ai u kthye Arianit dhe I tha se donte ta shihte zonjën Drita. Menjëherë. Vetëm. Ariani nuk kishte zgjidhje tjetër veç se të pranonte. Një orë më vonë, profesori ishte ulur në dhomën e vogël të zonjës Drita. E moshuara, e befasuar dhe e emocionuar kur pa atë burr që nuk e shihte prej vitesh, filloi të qante para se ai të thoshte ndonjë gjë. Profesori e përqafoi dhe aty, në atë përqafim të thjesht, vite dhimbje të heshtur më në fund gjetën ngushëllim. Ata biseduan për gati 2 orë. Drita I tregoi gjithçka. Çdo poshtërim, çdo fjalë mizore, çdo ditë kur u ndje e padukshme në shtëpinë e saj. Profesori dëgjonte në heshtje, duke I mbajtur duart dhe me çdo zbulim, vendosmëria e tij forcoi. Ajo I kujtoi profesorit kohën kur ai ishte I ri, kur vinte në bujtin I uritur dhe pa para për të paguar paraprakisht. Se si ajo I përgatiste pjata speciale, duke I thënë se ishin mbetje, por profesori e dinte që nuk ishin. Se si ajo I qepte kopsat e këmishave, I hekuroste pantallonat për intervistat e punës, lutej që ai të merrte mundësitë që meritonte. Profesori dëgjoi gjithçka me lot në sy, duke kujtuar çdo gjest, çdo fjalë inkurajimi që ajo grua I kishte dhënë kur ai kishte më shumë nevojë. Dhe tani, ta shihte atë të reduktuar në atë gjendje, të trajtuar si një pengesë në shtëpinë e djalit që ajo e kishte rritur me aq shumë sakrifica, ishte e padurueshme. Profesori e pyeti Dritën pse kishte duruar kaq gjatë në heshtje. Dhe përgjigja e saj ishte e thjeshtë, por shkatërruese. Ajo tha se kishte frikë se do të turpëronte të birin. Se mendonte se po të qëndronte e heshtur, po të bëhej e padukshme, të paktën Ariani nuk do të kishte probleme. Se kishte besuar se dashuria e nënës ishte të duronte gjithçka, të mbante gjithçka, të heshte gjithçka. Kur profesori doli nga dhoma, gjeti Arianin duke pritur në korridor.
Vështrimi që profesori i drejtoi ishte i një zhgënjimi të thellë. Ai tha vetëm një gjë para se të ikte. Se Ariani kishte kohë deri në fund të javës për ta zgjidhur atë situatë. Se ai priste ta shihte zonjën Drita të trajtohej me dinjitetin që meritonte, ose ai do të merrte masa drastike. Dhe pastaj iku, duke e lënë Arianin vetëm me peshën e zgjedhjeve të tij. Atë pasdite, ndodhi diçka e papritur. Rakela, kuzhinierja, kërkoi të fliste me Arianin. Ajo punonte në shtëpi prej 2 vitesh dhe gjithmonë kishte qenë diskrete, efikase dhe e heshtur. Por tani, ajo kishte diçka për të thënë. Ajo i tregoi Arianit për herët kur Valbona e detyronte t'i shërbente ushqim të ftohtë zonjës Drita. Për ditët kur e moshuara mbetej pa ngrënë sepse Valbona ndalonte këdo t'i çonte ushqim në dhomë. Për mëngjeset kur e gjente Dritën në kuzhinë në mes të natës duke ngrënë mbeturina sepse ishte e uritur. Ariani dëgjoi gjithçka i shokuar. Ai e dinte se gjërat nuk ishin mirë, por nuk e imagjinonte shkallën e mizorisë. Ose ndoshta e dinte dhe thjesht nuk donte ta shihte. Rakela përfundoi duke thënë se nuk duronte më të ishte bashkëpunëtore në këtë. Se nëse gjërat nuk ndryshonin, edhe ajo do të jepte dorëheqjen. Pasi Rakela iku, Ariani mbeti vetëm në zyrën e tij. Ai shikoi përreth, muret e zbukuruara me diploma dhe çmime. Biznesmeni i vitit. Filantropi i shquar. Lider komunitar. Të gjitha ato vlerësime tani dukeshin si një shaka mizore. Ai kishte ndërtuar një perandori, por kishte humbur shpirtin në proces. Ai mori telefonin dhe i telefonoi Valbonës. I tha se duhej të bisedonin. Valbona mbërriti në zyrë pak minuta më vonë, e irrituar që ishte ndërprerë në orarin e saj të pilatesit. Ariani mori frym thellë dhe i tha, për herë të parë në 3 vjet, se gjërat duhej të ndryshonin. Se trajtimi që i bëhej nënës së tij ishte i papranueshëm. Se ai kishte qenë frikacak, por nuk do të ishte më. Valbona e shikoi sikur të ishte çmendur. Ajo tha se ishte lodhur nga gjithë kjo dramë. Se faji ishte i Arianit që nuk e kishte futur të ëmën në një shtëpi pleq që në fillim. Se ajo nuk ishte martuar për të qenë dado e një plake. Fjalët ishin si thika, duke prerë çdo iluzion që Ariani kishte ende për karakterin e gruas me të cilën ishte martuar. Ai e pyeti nëse kështu ndihej vërtet. Nëse gjatë gjithë kësaj kohe, ajo kishte vetëm shtirur. Valbona qeshi, një e qeshur e ftohtë dhe pa humor. Ajo tha se Ariani ishte patetik. Se ishte martuar me të për parat, për statusin, për jetën e rehatshme. Se dashuria ishte për përralla. Dhe se nëse ai nuk ishte i kënaqur, mund të kërkonte divorcin. Por ajo nuk do të dilte duar bosh. Ariani u ndje sikur kishte marrë një grusht në stomak. Ai gjithmonë e kishte ditur, në një farë niveli, se Valbona nuk e donte ashtu siç e kishte dashur Teuta. Por ta dëgjonte atë të thënë kaq mizorisht, kaq hapur, ishte ndryshe. Ishte reale. Ishte përfundimtare. Valbona doli nga zyra duke përplasur derën. Dhe Ariani, për herë të parë pas vitesh, e lejoi veten të qante. Ai qau për nënën që kishte sakrifikuar gjithçka për të. Qau për gruan që kishte humbur dhe që e kishte dashur vërtet. Qau për burrin që mendonte se ishte dhe që kur nuk kishte ekzistuar vërtet. Ai shikoi duart e tij, të njëjtat duar që firmosnin kontrata milionere, që shtrëngonin duart e politikanëve dhe biznesmenëve, dhe pa se ishin bosh. Bosh nga gjithçka që kishte vërtet rëndësi. Ariani kujtoi një natë, vite më parë, kur ende jetonte në bujtin me të ëmën. Ai duhet të ketë qenë rreth 15 vjeç. Po studionte për një provim të rëndësishëm kur dëgjoi të ëmën duke qarë me zë të ulët në kuzhinë. Ai shkoi atje dhe e gjeti me duart e vrara nga të qepurit. Ajo po bënte punë shtesë për të paguar regjistrimin e tij në një kurs përgatitor. Ariani i kishte premtuar atë natë se kur të rritej, kur të kishte para, nëna nuk do të kishte më nevojë të punonte. Se ai do të kujdesej për të. Se ajo do të kishte gjithçka që dëshironte. Dhe shiko se në çfarë ishte shndërruar kjo. Ajo kishte një apartament luksos, por jetonte në një dhomë të ngushtë. Kishte akses në ushqim të shtrenjtë, por hante mbeturina të ftohta. Kishte një djalë të pasur, por ishte krejtësisht vetëm. Ariani kuptoi në atë moment dhimbje të thellë se e kishte përmbushur premtimin në mënyrën më të keqe të mundshme. I kishte dhënë nënës gjëra materiale, por i kishte hequr atë që ajo kishte vërtet nevojë. Respekt.
Dinitet. Dashuri. Atë natë, zonja Drita ishte shtrirë në krevat, e path të flinte. Ajo mendonte për bisedën me profesorin. Mendonte për të gjitha historitë që kishte treguar, të gjitha lotët që kishte derdhur. Diçka brenda saj po ndryshonte. Turpi që ndjente ishte shndërruar në zemërim. Një zemërim i drejtë, i pastër, që e bënte të donte të ngrihej dhe të luftonte. Ajo mori celularin përsëri. Rilexoi mesazhin e Elirës. Dhe këtë herë, me duar ende të dridhura por të vendosura, ajo shkroi një përgjigje. Vetëm 3 fjalë. Dua të bisedoj. Në anën tjetër të qytetit, Elira ishte gati të hiqte dorë së prituri për atë natë kur ndjeu celularin të dridhej. Ajo mori aparatin dhe lexoi mesazhin. Një buzëqeshje iu hap në fytyrë. Ajo u përgjigj menjëherë duke pyetur ku dhe kur mund të takoheshin. Ajo e dinte se duhej të ishin të kujdesshme. Shtëpia ishte e vëzhguar, Valbona kontrollonte gjithçka. Por zoti Petrit, kur u informua nga Elira për përgjigjen e Dritës, pati një ide. Të martën e ardhshme, ai do ta çonte zonjën Drita për një vizitë mjekësore rutinë. Ishte një nga momentet e pakta kur ajo dilte nga shtëpia. Elira mund të ishte në klinikë, e maskuar. Ato mund të bisedonin atje, larg syve të Valbonës. Plani u hartua. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, zonja Drita ndjeu diçka që e kishte harruar si ishte. Shpresë. E vërtetë dhe e prekshme. Ndërkohë, Genc Basha nuk po rrinte duar kryq. Ai kishte kontaktuar gazetarin e faqes sensacionale dhe i kishte ofruar jo vetëm videon, por edhe informacione për parregullsi në fondacionin Gashi. Ai kishte dokumente, prova se një pjesë e donacioneve po devijoi në llogari personale. Ai nuk ishte i sigurt nëse Arjani ishte i përfshirë apo ishte vepër e Valbonës, por nuk kishte rëndësi. Skandali do të ishte shkatërues sido që të ishte. Gazetari, i entuziazmuar nga materiali, filloi të hetonte më thellë. Ai zbuloi se fondacioni kishte kontrata të mbifaturuara me kompani fantazmë. Zbuloi se eventet e bamirësisë kishin kosto të fryra dhe se pjesa më e madhe e parave të mbledhura kur nuk arrinte në projektet sociale të premtuara. Ishte një rrjet korrupsioni kompleks dhe i mirë montuar. Të nesërmen në mëngjes, faqja publikoi artikullin e parë. Titulli ishte shpërthyes. Filantropi apo fars? Fondacioni i biznesmenit në nënhetim për shpërdorim fondesh. Reportazhi kishte shifra, dokumente, intervista me ish punonjës. Ishte solid, i pakundërshtueshëm. Reagimi ishte i menjëhershëm. Lajmi u përhap në rrjetet sociale në pak minuta. Media të tjera filluan ta ripublikonin. Telefoni i zyrës së shtypit të Arjanit nuk pushonte së rëni. Anila ishte në prag të një krize nervore. Avokatët hynë në modalitetin e kontrollit të dëmit. Arjani, kur lexoi artikullin, ndjeu botën t'i shembej rreth vetes. Ai thiri kontabilistin, drejtorin financiar, të gjithë të përfshirët në menaxhimin e fondacionit. Kërkoi shpjegime. Dhe atëherë zbuloi të vërtetën. Valbona kishte akses në llogaritë e fondacionit. Ajo kishte krijuar një skem devijimi fondesh që zgjaste më shumë se 2 vjet. Përdorte parat për të paguar kartat e kreditit personale, udhëtime, blerje ekstravagante. Dhe kishte falsifikuar firmën e tij në dokumente të ndryshme. Arjani ndjeu të përzierat t'i ngjiteshin në fy. Ai ishte mashtruar. Përdorur. Dhe më e keqja, reputacioni i tij, gjithçka për të cilën kishte punuar, po shkatërrohej për shkak të lakmisë së një gruaje që ai mendonte se e donte. Ai thiri Valbonën menjëherë. Ajo erdhi e shkujdesur, sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Kur Arjani i hodhi dokumentet mbi tavolinë dhe e konfrontoi, ajo as nuk u përpoq të mohonte. Ajo thjesht ngriti supet dhe tha se ai kishte para me bollëk, se nuk do të ndieshin. Se po të ishte i zgjuar, do ta mbyllte çështjen dhe do të vazhdonte përpara. Por Arjani nuk ishte më burri pasiv i mëparshëm. Ai i tha Valbonës se donte divorcin. Menjëherë. Dhe se ajo do të mbante përgjegjësi penale për atë që kishte bërë. Valbona i qeshi në fytyrë. Ajo tha se ai nuk kishte guxim. Se ajo do ta shkatëronte publikisht nëse ai provonte diçka kundër saj. Se kishte prova për parregullsitë e tij gjithashtu, gjëra që ajo i kishte ruajtur si sigurim. Ishte një luftë.
Dhe Ariani më në fund kuptoi me kë ishte martuar. Atë të martë, siç ishte rënë dakord, Zoti Petrit e çoi zonjën Drita në vizitën mjekësore. Elira ishte atje, e maskuar si infermiere. Kur e moshuara hyri në dhomë, ato u panë dhe, pa pasur nevojë për fjalë, e kuptuan njëra tjetrën. Drita tregoi gjithçka. Që nga fillimi. Që nga dita kur Valbona hyri në jetën e saj dhe e ktheu gjithçka përmbys. Elira regjistroi dëshminë me autorizim të shprehur të moshuarës. Ishin më shumë se 40 minuta rrëfim të papërpunuar, të sinqert, të dhimbshëm. Kur mbaruan, Elira i mbajti duart Dritës dhe i tha se ishte shumë guximtare. Se historia e saj do të ndihmonte njerëz të tjerë. Se ajo nuk ishte më vetëm. Drita qau, por këtë herë nuk ishin lot dhimbjeje. Ishin të lehtësimit. Duke dalë nga klinika, Drita u ndje ndryshe. Më e lehtë. Sikur një peshë që e kishte mbajtur për vite me radhë, më në fund i ishte hequr nga supet. Ajo shikoi qiellin blu të Tiranës dhe, për herë të parë pas shumë kohësh, buzëqeshi. Në rrugën e kthimit për në apartament, Zoti Petrit e vuri re ndryshimin tek ajo. Nga pasqyra, ai shihte Dritën duke shikuar nga dritarja, por jo me atë vështrim bosh të zakonshëm. Kishte diçka ndryshe. Një shkëndi. Ai nuk pyeti asgjë, thjesht i dha makinës në heshtje respektuese, por zemra e tij ishte më e lehtë. Pas kaq shumë vitesh duke dëshmuar vuajtjen e asaj gruaje, më në fund shihte një shenjë se diçka po ndryshonte. Drita vëzhgonte rrugët e Tiranës që kalonin nga dritarja. Shihte njerëzit duke ecur, duke punuar, duke jetuar jetët e tyre. Dhe për herë të parë pas vitesh, ndjeu se edhe ajo ishte pjesë e kësaj. Se edhe ajo kishte të drejtë të ishte aty, të shihej, të dëgjojej. Ajo mendoi për të gjitha gratë si ajo, të fshehura në shtëpi luksoze apo të thjeshta, duke vuajtur në heshtje sepse besonin se ishte roli i tyre të duronin. Dhe ndjeu se guximi i saj, sado i vogël, mund të bënte ndryshim. Ndërkohë, në apartament, Valbona po bënte valixhe. Jo sepse Ariani ja kishte kërkuar, por sepse e dinte se gjërat po dilnin jashtë kontrollit. Ajo kishte një plan B, gjithmonë kishte pasur. Ajo i telefonoi avokatit të saj, një burr i njohur për mbrojtjen e kauzave të humbura dhe fitoren e tyre. I tha se donte gjysmën e gjithçkaje. Dhe se nuk do të kursente asnjë përpjekje për ta arritur. Betejë sapo kishte filluar. Por këtë herë, Ariani kishte aleat. Profesorin, Zotin Petrit, Rakelën, Mimozën. Dhe, më e rëndësishmja, kishte nënën e tij, e cila më në fund kishte gjetur zërin e saj. Dhe në qendër të gjithçkaje, Elira punonte në reportazhin final. Reportazhin që do të ndryshonte gjithçka. Ajo kishte të gjithë elementet. Dëshminë e Dritës, provat e shpërdorimit të fondeve, rrëfimet e ish punonjësve. Ishte një histori e plotë. E fuqishme. E pa kundërshtueshme. Publikimi ishte caktuar për të hënën e ardhshme. Dhe Tirana, dhe ndoshta i gjithë vendi, do të tronditej. E hëna agoi me një qiell të vrenjtur mbi Tiranë. Re të rënda grumbulloheshin mbi liçenin e Tiranës, sikur vetë natyra të parandjente se diçka e rëndësishme ishte gati të ndodhte. Në redaksinë e portalit të lajmeve ku punonte Elira, tensioni ishte i prekshëm. Reportazhi ishte gati, i rishikuar 3 herë, i kontrolluar nga avokatët. Në orën 9 të mëngjesit, ai do të publikohej. Elira mezi kishte fjetur. Ajo e dinte ndikimin që do të kishte ai artikull. Nuk ishte vetëm për Arian Gashin apo për Valbonën. Ishte për të gjitha zonjat drita të Shqipërisë. Të gjitha të moshuarat e padukshme, të keqtrajtuara në heshtje brenda familjeve të tyre. Të gjitha gratë që ja kushtuan jetën fëmijëve dhe në pleqëri u harruan, u poshtëruan, u trajtuan si barë. Në apartamentin në zonën e liçenit, edhe Ariani nuk kishte fjetur. Ai e kaloi natën në zyrën e tij, i rrethuar nga dokumente, duke u përpjekur të kuptonte dimensionin e dëmit të shkaktuar nga Valbona. Avokatët kishin qenë të qartë. Situata ishte shumë e rëndë. Shpërdorimi i fondeve të një fondacioni bamirësie ishte krim. Edhe nëse ai arrinte të provonte se nuk kishte marrë pjesë, reputacioni i tij nuk do të rikuperohej kurrë plotësisht. Valbona, nga ana tjetër, ishte në një hotel me 5 yje në zonën e ish bllokut. Ajo ishte larguar nga apartamenti 2 ditë më parë, duke marrë me vete valixhe plot me rroba dhe bishuteri. Avokati i saj e kishte këshilluar të mbante distancë ndërsa përgatisnin mbrojtjen.
Ajo ishte e sigurt. Gjithmonë kishte arritur atë që donte në jetë. Pse këtë herë do të ishte ndryshe? Zonja Drita u zgjua herët, si gjithmonë. Por ai mëngjes ishte ndryshe. Ajo e dinte se reportazhi do të publikohej. Elira e kishte lajmëruar. Dhe megjithse ishte nervoze, kishte një paqe në zemrën e saj. Për herë të parë pas vitesh, ajo nuk po ekzistonte thjesht. Po jetonte. Po luftonte. Në orën 9 sakt, reportazhi doli online. Titulli pulsonte në ekranet e kompjuterëve dhe celularëve të mira njerëzve. Heshtja që u lërin, historia e një të moshuare të keq trajtuar nga familja e saj. Artikulli ishte i gjatë, i detajuar, emocionues. Fillonte me dëshminë e zonjës Drita, të transkriptuar në mënyrë të respektueshme dhe dinjitoze. Ajo tregonte, me fjalët e saj, për vitet e poshtërimit, vetmisë dhe mosrespektit. Reagimi ishte i menjëhershëm dhe dërmues. Brenda pak minutash, reportazhi ishte në trending topics të rrjeteve sociale. Influencuesit e shpërndanin, personazhet e famshëm komentonin, njerëzit e zakonshëm emocionoheshin. Shumë tregonin historitë e tyre të moshuarve të keq trajtuar në familje. Ishte sikur një plagë kolektive, e fshehur prej kohësh, më në fund po ekspozohej në dritë. Telefoni i Arianit filloi të binte pa pushim. Gazetarë që donin deklarata, miq që donin të dinin nëse ishte e vërtet, partner biznesi që kërkonin shpjegime. Anila telefonoi, e dëshpëruar, duke thënë se kishin nevojë për një përgjigje të menjëhershme. Por Ariani nuk dinte çfarë të thoshte. Si të shpjegoje të pashpjegueshmen? Si të justifikoje vite neglizhence? Atëherë mbërriti profesor Ilir Dervishi në apartament. Ai nuk telefonoi, nuk lajmëroi. Thjesht u shfaq me autoritetin e dikujt që kishte të drejtë të ishte aty. Ai e gjeti Arianin të shkatëruar, me radhë të zinj poshtë syve, fytyrën e shenjuar nga faji dhe lodhja. Profesori ul pranë tij dhe, për herë të parë, nuk erdhi me kritika apo kërkesa. Erdhi me ndjeshmëri. Profesori tha se e kuptonte presionin, e kuptonte frikën, e kuptonte sa e lehtë ishte të humbisje mes gjithë atij suksesi dhe të harroje atë që kishte vërtet rëndësi. Ai I tregoi Arianit për gabimet e tij, për herët kur kishte vënë punën mbi familjen, për pendesat që mbante. Dhe pastaj tha diçka që ndryshoi gjithçka. Se nuk ishte tepër vonë për të bërë atë që ishte e drejtë. Se guximi nuk ishte të mos rrëzoheshe kurrë. Ishte të ngriheshe pas rënies. Ariani dëgjoi në heshtje, lotët I rridhnin lirshëm nëpër fytyrë. Ai e pyeti profesorin se çfarë duhej të bënte. Dhe profesori u përgjigj me një thjeshtësi shkatëruese. Të shkonte te nëna e tij, të gjunjëzohej para saj dhe t'i kërkonte falje. Jo për kamerat, jo për mediat, por për të. Dhe pastaj të kalonte pjesën tjetër të jetës duke e kompensuar. Në atë moment, zonja Drita ishte në dhomën e saj duke pritur vizita. Mimoza ishte kthyer, e sjell nga zoti Petri. Rakela ishte ngjitur me një tabaka me mëngjes special. Të treja gratë ishin aty, rreth të moshuarës, kur Ariani trokiti në derë. Drita hezitoi. Një pjesë e saj donte ta përzinte, donte që ai të ndjente dhimbjen e refuzimit siç e kishte ndier ajo kaq shumë herë. Por një pjesë tjetër, pjesa që ishte ende nën, I tha të hapte derën. Dhe ajo e hapi. Ariani hyri dhe, kur pa të ëmën të rrethuar nga ato gra që e mbështesnin, ndjeu peshën e plot të mungesës së tij. Ai nuk priti, nuk përgatiti fjalë të bukura. Thjesht u gjunjëzua para së ëmës dhe filloi të qante. Kërkoi falje. Falje që kishte qenë frikacak, që kishte zgjedhur paqen e rreme në vend të drejtësisë, që kishte lejuar që ajo të vuante ndërsa ai shtirej se nuk shite. Drita I vuri dorën e dridhur mbi kokën e të birit. Ajo nuk tha se gjithçka ishte në rregull, sepse nuk ishte. Ajo nuk tha se e falte plotësisht, sepse dhimbja ishte shumë e thellë. Por ajo tha se ishte një fillim. Dhe ndonjëherë, një fillim është gjithçka që na duhet. Mimoza, Rakela dhe zoti Petrit, që kishin dëshmuar atë skenë, gjithashtu po qanin. Mimoza kujtoi të gjitha herët kur e kishte gjetur Dritën vetëm, duke u dridhur nga frika, duke gëlltitur dhimbjen në heshtje. Rakela mendoi për vaktet e ftohta që ishte detyruar t'i shërbente, për herët kur e kishte parë të moshuarën të uritur dhe nuk kishte mundur të bënte asgjë. Zoti Petrit kujtoi udhëtimet e heshtura, vështrimet e trishtuara nga pasqyra, pa fuqinë e të diturit por të mosqenit në gjendje të vepronte.
Dhe tani, aty, në atë dhomë të vogël që kishte qenë burg, por që ishte gati të bëhej liri, të gjithë ndjenin se diçka themelore po ndryshonte. Nuk ishte vetëm për një familje. Ishte për të gjitha familjet. Ishte për të gjitha herët kur heshtja ishte zgjedhur në vend të së vërtetës. Për të gjitha herët kur Leverdia fitoi mbi dëmshurinë. Ndërkohë, në anën tjetër të qytetit, Valbona po kalonte një krizë nervore. Avokati i saj e kishte informuar se situata ishte më e keqe se sa e imagjinonin. Prokuroria tashmë kishte hapur një hetim. Drejtoria e tatimeve po hetonte. Llogaritë bankare do të bllokoheshin. Ajo mund të shkonte në burg. Valbona, për herë të parë në jetë, ndjeu frikë të vërtetë. Jo frikën e humbjes së luksit apo statusit. Frikën e humbjes së lirisë. Ajo u përpoq t'i telefononte Arianit, por ai nuk përgjigjej. U përpoq t'u telefononte mikeshave, por askush nuk donte të shoqërohej me të. Ishte vetëm. Krejtësisht vetëm. Dhe atëherë e kuptoi. Drita, plaka që ajo e kishte përbuzur aq shumë, kishte diçka që Valbona nuk do ta kishte kurrë. Kishte njerëz që e donin vërtet. Njerëz të gatshëm të luftonin për të. Valbona kishte vetëm interesagjin që e braktisën në shenjën e parë të problemit. Kthyer në apartament, Ariani mori një vendim. Ai do të jepte një konferencë për shtyp. Jo për të justifikuar, por për të marrë përgjegjësinë. Anila u përpoq ta binte të hiqte dorë, duke thënë se ishte e rrezikshme, se mund t'i përkeqësonte gjërat. Por profesori e mbështeti. Dhe Ariani ishte i vendosur. Konferenca u caktua për atë pasdite në selinë e fondacionit Gashi. 10 gazetarë morën pjesë. Kamera nga televizione kombëtare, reporter nga portale, influencues digital. Të gjithë donin të dëgjonin se çfarë kishte për të thënë njeriu në qendër të skandalit. Ariani u ngjit në sken vetëm. Pa këshilltar pranë, pa avokat për të kontrolluar fjalët e tij. Vetëm ai, një mikrofon dhe e vërteta. Ai filloi duke konfirmuar gjithçka që ishte në reportazh. Konfirmoi se nëna e tij ishte keq trajtuar. Konfirmoi se ai kishte qenë neglizhent. Konfirmoi se kishte pasur shpërdorim fondesh në fondacion, megjithse jo me nismën e tij. Por më trondit se ishte kur ai kërkoi falje. Jo vetëm nënës së tij, por të gjithë të moshuarve të Shqipërisë që jetonin situata të ngjashme. Ai qau para kamerave, jo në mënyrë teatrale, por të sinqertë. Dhe tha se nga ajo ditë do t'ia kushtonte jetën korrigjimit të gabimeve të tij. Se do të krijonte programe reale për mbrojtjen e të moshuarve. Se do të përdorte zërin dhe burimet e tij për të ndryshuar realitetin e atyre që nuk kishin zë. Pyetjet e gazetarëve erdhën si një ortej. Për Valbonën, për divorcin, për hetimet. Ariani ju përgjigj të gjithave me një sinqeritet të dhimbshëm. Konfirmoi se do të divorcoj, se do të bashkëpunonte me autoritetet, se do të merrte përsipër pasojat e zgjedhjeve të tij. Konferenca përfundoi, por reagimi sapo kishte filluar. Disa e kritikuan, duke thënë se ishte tepër vonë, se kjo ishte vetëm kontroll dëmi. Të tjerë u emocionuan nga sinqeriteti. Por të gjithë ishin dakord për një gjë. Historia e zonjës Drita kishte prekur të gjithë vendin. Në rrjetet sociale, hashtage si zëri të moshuarve dhe dritat e Shqipërisë filluan të bëheshin virale. Njerëzit shpërndanin foto të nënave, gjysheve dhe tezeve të tyre të moshuara, duke treguar histori të ngjashme. Rrëfimet të keqtrajtimit psikologjik, të vetmisë së detyruar, të mosrespektit të maskuar si kujdes. Ishte sikur portat ishin hapur dhe një lumë dhimbjeje e përmbajtur më në fund po gjente rrugdalje. Në emisione televizive, ekspertët debatonin fenomenin. Psikologët flisnin për moshizmin, për mënyrën se si shoqëria i bën të padukshëm të moshuarit. Avokatët shpjegonin të drejtat e garantuara me ligj, por rrallëherë të respektuara. Punonësit social zbulonin shifra alarmante të denoncimeve që kur nuk rezultuan në ndëshkime. Historia e Dritës ishte bërë shkëndija e një diskutimi kombëtar që prej kohësh duhej të ndodhte. Në ditët. Në vijim, filluan të shfaqeshin manifestime. Ojtë për mbrojtjen e të moshuarve fituan vizibilitet. Deputetët filluan të diskutonin projekte ligjore më të repta kundër keqtrajtimit të moshuarve. U krijuan komisariate të specializuara. U vunë në dispozicion linja denoncimi. Dhimbja e një gruaje ishte shndërruar në ndryshim social.
Valbona u padit zyrtarisht. Provat kundër saj ishin të pakundërshtueshme. Dokumente të falsifikuara, shpërdorim i provuar, dëshmi të punonjësve. Avokati i saj u përpoq për një marrëveshje, por prokuroria ishte e palëkundur. Ajo do të gjykohej. Dhe dënimi, kur të vinte, do të ishte shembullor. Ndërkohë, në apartamentin në zonën e liçenit ndodhnin transformime të heshtura. Arjani zbrazi garderobën e Valbonës dhe e shndërroi përsëri në një dhomë për të ëmën. Një dhomë e gjerë e ajrosur me pamje nga liçeni. Ai solli përsëri mobiljet e vjetra që Teuta i kishte dashur aq shumë, fotografitë e familjes, objektet me histori. Shtëpia filloi përsëri të dukej si një vatër. Zonja Drita, për herë të parë pas vitesh, u ul në tryezën e ngrënjes me të birin. Ata hëngrën bashk, në heshtje në fillim, por dalë ngadalë bisedat filluan të lindnin. Biseda për të kaluarën, për Teutën, për gabimet, për pendesat. Nuk ishte e lehtë. Plaga ishte e thellë. Por po fillonte të shërohej. Mimoza u ripunësua, jo si guvernante, por si shoqëruese e Dritës. Zoti Petrit mori një rritje rroge dhe një kërkesë faljeje formale që ishte vënë në një pozitë kaq të vështirë. Rakela fitoi autonomi të plotë në kuzhinë dhe udhëzimin për të përgatitur gjithmonë vaktet duke menduar për mirëqenien e zonjës Drita. Profesor Ilir Dervishi mori përkohësisht presidencën e fondacionit ndërsa po kryej një auditim i plotë. U zbulua se dëmi ishte më i madh se sa mendoi. Valbona kishte shpërdoruar gati 3 milion euro gjatë 2 viteve. Arjani shiti prona personale për të zëvendësuar vlerën dhe për të garantuar që projektet sociale të vazhdonin të funksiononin. 3 muaj pas publikimit të reportazhit, Elira Kodra u ftua të merrte një çmim për gazetari investigative. Në fjalimin e saj të falënderimit, ajo ja kushtoi çmimin zonjës Drita, duke e quajtur heroin. Drita ishte në audiencë, e shoqëruar nga Arjani. Kur dëgjoi emrin e saj, ajo u ngrit dhe i gjithë auditori e duartrokiti në këmbë. Ishin duartrokitje jo vetëm për të, por për të gjitha të moshuarat që më në fund po shiheshin. Gjyqi i Valbonës u mbajt 6 muaj pas skandalit. Salla e gjyqit ishte plot. Ajo hyri me kokën ulur, pa arrogancën e mëparshme. Procesi zgjati 3 ditë. U dëgjuan dëshmitar, u paraqitën prova, u derdhën lodh. Kur erdhi radha e zonjës Drita të dëshmonte, një heshtje reverenciale pushtoi sallën. Ajo eci drejt bankës së dëshmitarëve me vështirësi, por me dinitet. Dhe pastaj tregoi historinë e saj edhe një herë. Por këtë herë nuk kishte turp në zërin e saj. Kishte forcë. Forcën e dikujt që mbijetoi dhe vendosi që dhimbja e saj të kishte kuptim. Ajo foli për vitet kur e rriti Arjanin vetëm pas largimit të shoqit. Për netët pa gjumë duke qepur për të tjerët, për vaktet që i kaloi pa ngrënë që i biri të hante më mirë. Për krenarin që ndjeu kur ai u pranua në universitet, kur hapi kompaninë e parë, kur arriti suksesin. Dhe pastaj, me zë të prerë por të ngarkuar me emocion, ajo foli se si po ai sukses e largoi nga djali që ajo e donte. Nuk ishte një akuzë e zemëruar. Ishte një rrëfim i sinqert, i dhimbshëm, i nevojshëm. Ajo tregoi për vetmin, për frikën e vazhdueshme, për netët duke qarë në heshtje. Dhe kur mbaroi, nuk kishte asnjë sy të thatë në sallë. Edhe gjykatësi, një burr 60 vjeçar i njohur për ashpërsinë e tij, ju desh të pastronte syzet diskretisht. Valbona e dëgjonte me kokën ulur. Nuk guxoi ta shikonte në sy vjerën. Nuk do ta kishte duruar atë që do të shite aty. Jo urrejtje, jo hakmarrje. Por diçka më keq. Mëshirë. Vendimi erdhi një javë më vonë. Valbona u dënua me 5 vjet burg për shpërdorim fondesh, falsifikim dokumentesh dhe keqtrajtim të moshuarve. Dënimi ishte i ashpër, por i drejtë. Dhe shërbeu si shembull. Se nuk ka rëndësi sa i pasur apo i fuqishëm është dikush. Drejtësia ndonjëherë mbizotëron. Një vit pas skandalit, jeta kishte gjetur një ritëm të ri. Arjani kur nuk e rikuperoi plotësisht reputacionin e tij, por kishte fituar diçka më të vlefshme. Respekt. Respektin e atyre që e dinin se ai kishte pranuar gabimet e tij dhe po përpiqej sinqerisht të ishte më i mirë. Fondacioni Gashi u ristrukturua dhe filloi të fokusohej ekskluzivisht në mbrojtjen dhe mbështetjen e të moshuarve në situatë vulnerabël. U hapën shtëpi strehimi. U krijuan programe vizitash.
Linjat e denoncimit funksiononin 24 orë në ditë. Zonja Drita u bë, pa dashje, një figurë publike. Ajo jepte leksione në shkolla, merrte pjesë në fushata, vizitonte azile. Historia e saj frymëzonte mijëra njerëz. Ajo merrte letra çdo ditë nga të moshuar që, duke dëgjuar historinë e saj, gjetën guximin të denonconin situatat e tyre. Dhe në një pasdite me diell të dhjetorit, saktësisht një vit e 3 muaj pas asaj nate fatale në Hotel Rogner, ndodhi një event ndryshe. Në të njëjtin sallon ku gjithçka kishte filluar, u inaugurua qendra e mbështetjes dhe mbrojtjes së personave të moshuar, zonja Drita. Salloni ishte përsëri i plot. Por këtë herë nuk kishte falsitet, nuk kishte pompozitet bosh. Kishte të vërtetë. Kishte njerëz që vërtet kujdeseshin. Ishin aty profesori, Zoti Petrit, Rakela, Mimoza, Elira, përfaqësues të ojqve, politikan të angazhuar me kauzën dhe qindra të moshuar që kishin ardhur të falenderonin. Kur zonja Drita u ngjit në skenë për të prerë shiritin e inaugurimit, ajo shikoi sallonin dhe pa, në fund, pranë murit ku ajo zakonisht qëndronte e padukshme, një grua të moshuar. E veshur thjesht, duke shikuar përreth me siklet, duke u përpjekur të mos tërhiqte vëmendjen. Drita e njohu atë vështrim. Ishte vështrimi i saj i një viti më parë. Ajo kërkoi ta sillnin gruan tek ajo. E moshuara erdhi, e friksuar, duke menduar se kishte bërë diçka gabim. Por Drita e përqafoi. I mbajti duart dhe i tha, me zë të prerë: "Ti nuk je vetëm. Nuk do të jesh më kur vetëm." Gruaja, që më vonë mësuan se quhej zonja Shpresa, filloi të qante. Ajo tregoi, mes lotësh, se jetonte me të bien dhe dhëndrin, por se ndihej si një barr. Se flinte në lavanderi sepse nuk kishte më vend për të. Se hante pas të gjithëve, gjithmonë mbeturina. Se ishte aty në atë event sepse kishte parë reportazhin për Dritën dhe kishte menduar se, nëse ajo grua pati guxim, ndoshta edhe ajo mund të kishte. Drita i mbajti fytyrën Shpresës mes duarve të saj dhe i tha, duke e parë thellë në sy, se guximi nuk vjen menjëherë. Se asaj vet ju deshën vite për ta gjetur të sajnë. Por se e rëndësishme ishte të filloje. Të hidhje hapin e parë. Dhe se që nga ai moment, Shpresa do të kishte ndihmë. Do të kishte qendrën, do të kishte punonësit social, do të kishte avokat. Do të kishte, mbi të gjitha, njerëz që kujdeseshin. I gjithë salloni e ndiqte atë skenë në heshtje të emocionuar. Dhe shumë e kuptuan në atë moment se kjo ishte më e madhe se një event, ishte lindja e një lëvizjeje. Ishte premtimi se asnjë Dritë, asnjë Shpresë, asnjë e moshuar shqiptare nuk do të kishte më nevojë të vuante në heshtje. Dhe ishte në atë moment që Ariani, duke vëzhguar nga larg, më në fund e kuptoi kuptimin e vërtet të filantropisë. Nuk ishte të organizoje evente luksoze apo të shfaqeshe në kopertina revistash. Ishte të shikoje tjetrin, ta shikoje vërtet dhe të zgjidhje të veproje. Ishte të transformoje dhimbjen në qëllim. Ishte të ishe ndryshimi që bota kishte nevojë. Pas ceremonisë, Ariani dhe Drita u kthyen në shtëpi bashk. Ata darkuan në verandë, duke vëzhguar perëndimin e diellit mbi liçen. Nuk folën shumë. Nuk kishin nevojë. Disa gjëra ndihen, nuk thuhen. Drita mori dorën e të birit dhe e shtrëngoi lehtë. Dhe Ariani e kuptoi. Ishte falje. Nuk ishte harres, kur nuk do të ishte. Por ishte të ecje përpara. Të rindërtoje. Të zgjidhje dashurinë mbi mërinë. Atë natë, para se të flinte, Drita mori kutinë e kartonit nga poshtë krevatit. Fotografit, certifikatat, ruzarja. Ajo nuk kishte më nevojë t'i fshite. Ariani kishte vendosur rafte në dhomën e saj të re. Dhe aty, ajo organizoi kujtimet e saj me dashuri. Zoti luan buzëqeshte në një kornizë mbi komodin. Fotoja e dasmës, më në fund e ekspozuar. Më në fund e nderuar. Ajo ushtri dhe, për herë të parë pas vitesh, fjeti në paqe. Pa frikë, pa ankth, pa dhimbje. Vetëm paqe. Paqja e dikujt që luftoi dhe fitoi. Nuk fitoi mbi njerëz të tjerë, por mbi heshtjen. Mbi padukshmërinë. Mbi turpin e padrejtë që kishte mbajtur për kaq shumë kohë. Në anën tjetër të qytetit, Elira ishte në shtëpi, para kompjuterit, duke filluar një hetim të ri. Kishte kaq shumë histori ende të patreguara. Kaq shumë zëra ende të heshtur. Por ajo e dinte se, një nga një, këto histori do të dilnin në dritë.
Dhe se çdo histori e treguar ishte një jetë e shpëtuar potencialisht. Në një qeli të ftohtë të një burgu grash, Valbona shikonte tavanin pa mundur të flinte. Ajo mendonte për gjithçka që kishte humbur. Apartamentin, rrobat, bishuterit, statusin. Por më shumë se kaq, ajo mendonte për diçka që kur nuk e kishte pasur dhe tani e kuptonte se nuk do ta kishte kurrë. Dashuri të vërtetë. Llojin e dashurisë që drita merrte nga njerëz që nuk kishin asgjë për të fituar nga kjo. Llojin e dashurisë që i mbijeton stuhive. Dhe diku në Tiranë, në një shtëpi të thjeshtë, një e moshuar që kishte parë reportazhin e Elirës mori telefonin për herë të parë pas vitesh. Ajo formoi numrin e linjës së denoncimit. Dhe me zë të dridhur, por të prerë, tha: "Kam nevojë për ndihmë." Dhe për herë të parë besoi se do të dëgjoj. Sepse kështu ndodh ndryshimi. Jo në revolucione të mëdha e të papritura, por në akte të vogla guximi. Në zëra që refuzojnë të mbeten të heshtur. Në histori që duhen treguar. Dhe historia e zonjës Drita, një grua e thjesht nga Lapraka që gati u fshi nga përbuzja, u bë historia e mirave. U bë një simbol. Një kujtesë se dinjiteti nuk është diçka që humbet me moshën. Është diçka që ka qenë gjithmonë aty, duke pritur të njihet. Në fund, pasuria e vërtetë e Arianit nuk ishte në llogaritë e tij bankare apo pronat e tij. Ishte në aftësinë për të parë në sytë e SM-s dhe për të parë, për herë të parë pas vitesh, jo dhimbje, por shpresë. Ishte në të diturit se, pavarësisht të gjitha gabimeve, ai ende kishte kohë për të bërë atë që ishte e drejtë. Dhe zonja Drita, e ulur në verandën e saj, duke vëzhguar yjet mbi liçenin e Tiranës, buzëqeshi. Jo buzëqeshjen e detyruar të dikujt që shtiret se është mirë, por buzëqeshjen e sinqertë të dikujt që më në fund, pas kaq shumë kohësh, është në shtëpi. Vërtet në shtëpi. Sepse shtëpia nuk është një vend. Është një ndjenjë. Është aty ku ndihemi të sigurt, të dashur, të parë. Dhe pas një udhëtimi të gjatë e të dhimbshëm, Drita më në fund kishte gjetur rrugën e saj për në shtëpi. Dhe ndërsa era e lehtë e natës tiranase i përkëdhelte fytyrën, ajo mbylli sytë dhe falenderoi. Falenderoi për forcën që gjeti kur mendonte se nuk kishte më. Falenderoi për njerëzit që u shfaqen kur ajo kishte më shumë nevojë. Dhe falenderoi që kishte jetuar mjaftueshëm për të parë se ndonjëherë drejtësia vonon, por vjen. Dhe se kur vjen, transformon jo vetëm një jetë, por një vend të tërë. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e zonjës Drita dhe Arianit t'ju ketë prekur thellë në zemër. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim dhimbjeje, guximi dhe shpengimi, lini pëlqimin tuaj, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se cili moment ju preku më shumë. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë konfliktet më të thella të shpirtit njerëzor dhe na kujtojnë forcën që ekziston brenda secilit prej nesh. Prania juaj këtu bën gjithë ndryshimin. Ju presim në episodin e ardhshëm me një histori të re që do t'ju bëjë të reflektoni mbi lidhjet që na bashkojnë dhe zgjedhjet që na përcaktojnë. Deri atëherë.